kush i kontrollon këta punonjës dhe kush e ma procesin balin dhe kush e bën subvencionin e këtyre punimeve që bëjnë ata. Në ato pjesë ku bëjnë. A ka të drejtë Këshilli Bashkiak të njoftohet mbi punët që bëjnë këta dhe të ngrenë një ekip kontrolli mbi cilësinë dhe sa dhe volumet e atyre punëve që bën kjo brigada e bashkisë? Mund të na sqaroni sa punonjës ka pas me kontratë Bashkia për vitin që shkoi dhe në çfarë zëra ka pasur? Në çfarë punë kanë bërë këta punonjës? Këto të treja pyetjet dhe pyetjen e parë kërkoj përgjigje para se të fillojmë diskutimin sepse duhet jemi mirë informuar për të diskutuar. Komisioni Brigadës i Këshillit Bashkiak ka pasur gjithë kohën e duhur, çdo pyetje, qoftë normale, qoftë jo normale, qoftë e lishme, qoftë e palishme, qoftë e logjikshme, qoftë e palishme, ti jep të përgjigje. Unë përgjigjen time e dhash. Tu kam asnjë përgjigje tjetër për të dhënë, përveç relacionit, diskutimit në Komisionin Përkatës dhe gjykimit të ndajuar për ta miratuar ose jo. Faleminderit. Unë këtu nuk shikoj në këtë relacion që njësitë vendore kanë kaq punonjës të ndarë, kaq njësia X, njësia Y dhe njësia Z. Dhe unë të isha i mirë informuar me shkres nga ju një kryetar. Pasandaj ato etiketimet se si kuptojmë, si janë pyetje drejta, janë pyetje pa drejta, nuk mund të gjykoj dhe të paragjykoj askush këshilltari për pyetjen që bën. Kurse asnjë nga këto pyetjet që unë kërkova këtu, nuk e kam të informuar në shkresën që na ka dhënë Bashkia në dispozicion në këtë materialin, se sa punonjës kanë pas me kontratë dhe sa planifikon të ketë, ç'punë janë bërë nga kjo brigata dhe pse duhet të shtrohen ose të paksojnë këta njerëz. Të treja këto pyetje që unë bëra, besoj nuk i gjejnë të informuara në këtë materialin që ju na lexuat aq bukur. Edhe një herë, nderuar këshilltar, materialin e lexova detyruar për shkak të neglizhencës dhe injorimit që ju i bëni relacioneve të Këshillit të Bashkisë së Gjirokastës, e para kjo, e dyta, Bashkia e Gjirokastës, kryetarja e Bashkisë ka një kontratë me komunitetin dhe këtë kontratë me komunitetin e realizon në respekt të gjitha ligjeve që administrojnë dhe mirë menaxhojnë agjencitë e Bashkisë së Gjirokastës. Atëherë Këshilli i Bashkisë është allë tepër. Kur ju keni vetëm kontratë me qytetarët, Këshilli i Bashkisë është allë tepër, zonja kryetare që sot i vjen këtu për të diskutuar buget. Këshilli i Bashkisë me Bashkinë e Gjirokastës ne çfarë përfaqësojmë? Kam pasur një marrëdhënie korrekte në respekt të çdo orientimi ligjor. Atëherë shpreh mirë, dhe ku falë për këtë. Dasho, që ke kontratë me qytetarët dhe ne nuk jemi pjesë e qytetarëve? Ti nuk mund ta dirësh dot Këshillin allë të tepër. Nëse ju jeni pjesë e qytetarëve, hajde dhe flisni këtu për hallet qytetare. Atëherë më tepër përgjigje për atë që s'kan material shumë politike. Nga tribuna e Këshillit Bashkiak. Ti nuk je gjithë Këshilli Bashkiak, je një antar. Nuk je një antar, shikon të tjerët. Kam drejtim të marr përgjigje. Kam të drejtim me ligj të marr përgjigje. Të drejtim me ligj të marr përgjigje për këtë. Jo vetëm të sekondë atëre. Ose të nuk nuk të përgjigje. Janë dy gjëra. O më kthen përgjigje. O më thot zoti antari i Këshillit, unë nuk dua të kthem përgjigje. Janë dy gjëra. O na kthen përgjigje për ato që nuk janë në materialet të mos sqaroj arsye pse, ose të thot u zoti antari i Këshillit nuk do të ktej përgjigje dhe unë nuk do të bëj pyetje. Po ju ta mohosh Këshilli. Ose më vonë. Një minutë, të flasë ideale. Po çfarë është votë? Është votë pyetje, është absolutet. Ja përgjigje ai se mundet ta dëgjojmë kolegu?